je të fal edhe të merë gjumit, hapet goja prej gjumit, ama trunjët është veç të lexu Kur'an. Për shembull, je të thonë etahiyatu lillah edhe të hapet goja. Ti e vendos dorën tane kështu, për shkak se të ka hap goja, mirë po trunjët e lexon ma tutje etahiyatin. A ban kështu? Mirë është të musliman që kur të merë gjumi edhe të hapet goja, e vendos dorën tane edhe prit nuk lexon. Kur gja nuk lexon? Veç nalesh, edhe prit derisa të kalon kjo. Kur të kalon kjo, vazhdon me leximin e Kuranit ose duas ose çka e kam të thonë, por shkak se mirë është që gjuha me lëviz me dhikrën që e ban. Kur të lexojsh në vete je të lexuar Elhamdulillahi Rabbil Alamin, është mirë që me lëviz gjuha bashk me surën ose lutjen të cilën je të thonë. Tash e fundit, je të bën një lëvizje, për shembull, je të rap prej këtu, Allahu Akbar, edhe të merr gjumi, bashkë në këtë kohë të merr gjumi. Ç'a më bë? A më na lëvizjen, nëse s'ke vazhdu hala më bë lëvizjen, atëre përfundoj marrjen e gjumit, hapjen e gojës, tani banë lëvizjen edhe thuje Allahu Akbar. Mirë po në qofë se veç ke fillu lëvizjen edhe bashkë në atë kohët ka ardhë hapja e gojës, marrja e gjumit, atëre nuk ka të keqë shka në sejde ose në ruku, edhe masi ka kalu kjo hapja e gojës e thu Allahu Akbar ose sami Allahu liman hamide. Përfundimisht, në qofë se dikush e ka ba Allah në falë, mirë është që kur të hapet goja me nalë leximin e Kuranit, para mëndohë se kur jeti të falë me zahë. Të ka marrë gjumi, përfundan leximi aty ku të ka marrë gjumi. Kur të kryhet hapja e gojës, e vazhdon leximin, edhe kjo është normale. Është gjë krejt normale, ka mundësi me ndosë secili në sale. Lutem Allah na zgjidhë na falë.